Selam aleikum, nëse mund është hoxh, na përshkruaj cilësitë e një gruaje të mirë e cila jeton me vjehri. Aleikum selam rahmetullah. Dy cilësi do t'i kisha lënë amanat, apo dy vepra që me i pas parasysh mas jeton me vjehri. E para, kujdes me namazin. Ajo gru që e fal namazin, kretë vështirësitë Allahu ka me aletu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në çdo vështirësi është kthy namaz, e ka gjetë qetësi në namaz. Edhe dyta, sabër. Motër sabër, veç me sabër. Asgjë tjetër në këto situata nuk është më i mirë se sa sabri. Duke pas parasysh rrethonat në të cilat jetojmë pleqt, se si nuk du tash ti akuzoj ata, por si sillet situata me pleq, është pak vështirë, është lodhje, është stres, mërzi, flasin, paragjykojnë, e bën gjatë punë edhe në fund nuk ta din, e livdojnë atë kunatën tonë, atë rejën tjetër, atë grune kojshive, nusën, pse se me të rrinë 5 minuta, ty ta humbin mundin, ndoshta nuk ta vlerësojnë, po dihet që Allahu s'ka me ta humb mundin. Edhe kjo është këshilla më e mirë që do t'ja këshillon një nuse e cila i ka vjerrit edhe jeton me ta. Për vjerrit kam shumë me fol, por këtu nuk është momenti. Allahu të rujtë.